Si rrjedhojë e mungesës së investimeve ndër vite, shumë prej segmenteve rrugore të cilat janë në brendësi të bllokeve të banimit vijojnë të mbeten pa infrastrukturë, rrugë të cilat vijojnë prej vitesh të jenë të mbushura me gropa dhe pellgje me ujë të ndotur, pavarësisht se aty jetojnë çdo ditë me qindra familje banuese në këto zona. Mungesa e investimeve në përmirësimin e infrastrukturës rrugore, kryesisht në ato bllogje banimi të cilësuara si periferia e qytetit, ka bërë që pikërisht këto rrugë të kthehen në gangrenën e përditshme të banorëve të zonës dhe veçanërisht drejtuesve të automjeteve. Rruga Musa Jonuzi, e cila ndodhet shumë pranë rreth rrotullimit në hyrje të qytetit, pjesë e lagjes Kushtrimi, është një prej tyre. Po flasim këtu për një segment rrugor i cili prej sistemit komunist dhe deri më tani nuk ka parë asnjë investim. Ndoshta edhe vite më parë këtij sistemi daton edhe investimi i fundit në të. Koha në këtë segment rrugor me sa duket ka ngelur prej shumë vitesh, ku nuk ndryshon asgjë. Siç duket edhe nga pamjet të filmuara nga televizioni ynë, përgjatë dy pjesëve anësore të rrugës ndodhen me radhë njëra pas tjetrës me dhjetra banesa. Nuk janë banorë të vendosur aty vitet e fundit, por kanë me dhjetra vite që jetojnë në këtë zonë. Ata e mbajnë mend rrugën, po njësoj të degraduar, të shkatëruar nga infrastruktura, pa ndryshuar asgjë. Me dhjetra banorë të këtij bloku banimi detyrohen që çdo ditë të përballen me baltën, pellgjet me ujë të ndotur. Nuk kanë se nga të kalojnë, teksa gjatë ditëve me rreshtë shiu, i gjithë segmenti rrugor përmbytet, duke u kthyer në të pakalueshme. Jo vetëm kaq, por misioni i pamundur që të kalosh aty pa bërë këmbët me baltë. Edhe përgjatë bearit, kur mungojnë shirat, banorët përballen sërish me problematika, por këtë radhë me plurin pa pastërtit në zonë. Rruga është kthyer në problem gjithashtu për drejtuesit e automjeteve, ku makinat e tyre që kalojnë nëpër gropa dëmtohen duke përfunduar në servis. Pranë këtij segmenti gjendet një tjetër rrugë, Dervish Shekali, e cila është asfaltuar vetëm 2 vite më parë. Segmenti rrugor, megjithëse ka pasur një shtresë asfalti të hedhur në të, për pak kohë është dëmtuar sërish, duke përfunduar në të njëjtin realitet si më parë. Një rrugë ku mbizotrojnë tashmë gropa të shumta, në të cilat edhe andrimet, ku në këto gropa është hedhur shtresë asfalti, nuk kanë bërë punë. Por pavarësisht kësaj, në segmentin Dervish Shekali është bërë diçka vitet e fundit, ndryshe nga rruga Musa Jonuzi, shumë pranë saj, kufitare, ku ndër vite nuk është hedhur asnjë qindark.